Bashkia e Vlorës po plotëson infrastrukturën e plazhit publik. Në një kohë që në fundjavë vendosën çadrat, gjatë kësaj të hëne po plotësohet edhe me infrastrukturën tjetër, madje edhe me shtrimin e një linje të ujit që do të bëjë të mundur furnizimin e dusheve. Sikundur po ndiqni nga pamjet në ekran të filmuara nga televizioni 6+ një Vlora, në këtë plazh publik qytetarët do të pushojnë falas me çadrat që ka vendosur në dispozicion bashkia, por në këtë kuadër po plotësohen edhe më tej kushtet ku në dispozicion qytetarët, por edhe pushuesit, vendase të huaj që do të zgjedhin për të pushuar në një plazh pa shpenzime, të mund edhe të lahen pasi të kenë përfunduar plazhin. Por sipas tabelës që shikoni në ekran, ky plazh nuk ka roje bregdetare. Edhe pse Bashkia e Vlorës ka hapur një thirrje për punësimin sezonal të rojeve bregdetare në plazhet publike, e kryesisht në këtë plazh që gjendet këtu, pranë Ish Akademisë së Marinës, nuk ka patur interesim. Por aplikimet do të hapen përsëri nga bashkia, ku ftohen të rinj t'i bashkohen kësaj skuadre. E megjithatë, plazhi publik tashmë i hapur i Bashkisë së Vlorës me çadra falas do të ketë edhe vëmendjen e ndërmarrjeve të bashkisë, qoftë me pastrimin apo edhe me shërbimet e tjera që nevojiten për qytetarët. Në territorin e Bashkisë së Vlorës pritet të ketë disa hapësira të plazheve falas, ku Bashkia e Vlorës thotë se duhet respektohen nga bizneset 30% për të gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi për të paguar çadrën apo shezllongin. Vlen të theksohet se kjo gjë do të jetë në të gjithë territorin që mbulon Bashkia e Vlorës, ndërsa plazhe publike do të ketë edhe në radhime Orikum. Veç plazhit tek Ish Akademia e Marinës, që është me çadra falas të vendosur nga bashkia, një tjetër plazh i këtij standardi do të jetë edhe në zonën e Zvërnecit, ku edhe këtu për pushuesit vendase të huaj, bashkia do të ofrojë mundësinë e çadrave falas.